Dëgjoni tash. Flasim për strategji apo për lojtar të fortë, me që dëni opinionin tim të fundit, edhe të vetmin. Unë gjithmonë i kam parashikuar fituesat, realisht. Edhe çfarë mendoj unë për këtë Big Brother, që fituesi duhet me qenë vetëm miri. Ka bo loj strateg, edhe unë si e shoh unë, po mos ta fitoj mirë këtë Big Brother. Nuk e di domethënë çfarë do me fotu publiku, po realisht për herë të parë po e them, nuk e kam fol. Miri duhet me qenë fitues sepse është strateg djali shumë. Shpresojmë ta fitoj miri. Dëgjoni tash. Flasim për strategji apo për lojtar të fortë, me që dëni opinionin tim të fundit, edhe të vetmin. Unë gjithmonë i kam parashikuar fituesat, realisht. Edhe çfarë mendoj unë për këtë Big Brother, që fituesi duhet me qenë vetëm miri. Ka bo loj strateg, edhe unë si e shoh unë, po mos ta fitoj mirë këtë Big Brother. Nuk e di domethënë çfarë do me fotu publiku, po realisht për herë të parë po e them, nuk e kam fol. Miri duhet me qenë fitues sepse është strateg djali shumë. Shpresojmë ta fitoj miri.